Territori i Kosovës për datën 5 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të freskëta dhe të qëndrueshme me mot pjesërisht të vranët në të gjitha zonat. Në orët e paradites pritet mjegull lokale në disa zona të ulësirave, ndërsa pasdite moti do të jetë me intervale të pjeshme me diell dhe pareshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 14 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 5 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 5 nëntor do të jetë në orën 6:07 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:31 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 3 deri në 13 gradë Celsius. Podujev 3 deri në 11 gradë Celsius. Skënderaj 2 deri në 12 gradë Celsius. Pej 6 deri në 12 gradë Celsius. Prishtinë 4 deri në 12 gradë Celsius. Gjakov 5 deri në 13 gradë Celsius. Malishev 6 deri në 12 gradë Celsius. Gjilan 4 deri në 11 gradë Celsius. Ferizaj 5 deri në 12 gradë Celsius. Kaçanik 5 deri në 11 gradë Celsius. Suharek 5 deri në 14 gradë Celsius. Prizren 4 deri në 11 gradë Celsius.